Ish presidenti e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se gjatë takimeve me përfaqësues të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, askush nuk i ka përmendur as dialogun me Serbinë dhe as asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa është konfirmuar mbështetja për sovranitetin e Kosovës. Analistë të kontaktuar nga Danas shprehen se kjo tregon se politika amerikane në thelb nuk ka ndryshuar, por se Serbia ka vënuar ndërtimin e pozicioneve serioze politike në Washington. Marrëdhëniet mes SBA-ve dhe Kosovës gjatë vitit të fundit nuk kanë qenë më të mirat, kryesisht për shkak të veprimeve të kryeministrit Albin Kurti, i cili ka ndërmarrë politika për mbylljen e institucioneve serbe, si edhe përplasje me gjykatën kushtetuese. Për këtë arsye SBA në vitin 2025 pezulluan dialogun strategjik me Kosovën dhe nuk emëruan ambasador në Prishtinë. Pavarësisht kësaj, Osmani në muajt e fundit të mandatit të saj ka theksuar përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve me SBA-n, veçanërisht për pjesëmarrjen në Komitetin për Paqe të Trumpit. Ajo deklaroi se ka punuar ditë e natë për marrëdhëniet me administratën Trump. Besojmë se si presidencë kemi dëshmuar këtë, sidomos në raport me administratën e Trumpit. Kemi punuar ditë e natë, një pjesë e madhe e punës sonë nuk është bërë publike. Megjithatë, rezultati është ky, një garanci me shkrime vullosur nga presidenti Trump se integriteti territorial nuk do të cënohet, tha Osmani. Ajo shtoi se SBA-t mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, që në fillim theksohet se SBA mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Nuk ka as dialog me Serbinë, as lëshime, as ZSO, as kund. Këtë e kemi arritur me shumë punë. Të arrish në një situatë ku SBA-t në asnjë takim nuk kërkojnë ZSO, besoj se është arritja më e madhe, deklaroi Osmani. Megjithatë, Departamenti i Shtetit deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë mbetet kyç për paqen dhe stabilitetin, ndërsa dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja është rruga për përparim. Kryetari i Lëvizjes Popullore Serbe, Milija Bisevac, deklaroi se edhe pse Vjosa Osmani përpiqet të tregojë se ka ndërtuar kanale të forta komunikimi me qarqe të caktuara në Washington, në realitet politika amerikane nuk ka ndryshuar thelbësisht. Ai theksoi se gjatë më shumë se një viti, SBA-t kanë tërhequr një pjesë të konsiderueshme të angazhimit investues, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga rajonet të tjera për shkak të prioriteteve globale. Bisevac vuri në dukje gjithashtu se prej kohësh nuk janë emëruar ambasador as në Beograd dhe as në Prishtinë, gjë që tregon se rajoni nuk është në krye të prioriteteve të politikës së jashtme amerikane. Sipas tij, kjo tregon se Washingtoni është më i përqendruar në kriza të tjera globale, ndërsa marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës trajtohen në kuadër të stabilitetit rajonal, por pa një angazhim të intensifikuar si në periudha të mëparshme. Ai shtoi se Serbia ka mbetur pas në ndërtimin e pozicioneve më të forta politike në Washington, gjë që reflektohet edhe në mënyrën se si janë pritur zyrtarët serb në kryeqytetin amerikan. Duke komentuar për deklaratën e Osmanit për mungesën e përmendjes së ZSO-s, Bisevac tha se SBA-t aktualisht nuk duan të përfshihen drejt për drejt në këtë proces, por ja ka lënë kryesisht Bashkimit Evropian. Ai theksoi se dialogu në ndërmjetësimin e BE-s mbetet mekanizmi kryesor për zgjidhjen e kësaj çështjeje dhe se deklaratat e Osmanit mund të interceptohen edhe si pjesë e fushatës së saj të brendshme politike. Themeluesi i Aleancës Kosovare Zarko Ristik deklaroi se çështja e Kosovës prej kohësh nuk është më temë nivelit të parë me marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas tij, rikthimi i kësaj teme lidhet me nevojat politike të Vjosa Osmanit dhe situatën e saj në skenën politike. Ai theksoi se aktualisht çështja kryesore është nëse dhe në çfarë mase ekziston lidhja me administratën e Donald Trump. Pajtohem që ZSO nuk është temë, por siç thash, as e gjithë Kosova nuk është temë. Ky është moment që të gjithë duhet ta shfrytëzojmë për të rikonfiguruar pozicionet tona në sytë e Donald Trumpit dhe për këtë po punohet, tha Ristik. Ai shtoi se diaspora serbe në javën në vijim do të kontribuojë në përmirësimin e pozitës së serbëve në Kosovë përmes lidhjeve me administratën amerikane. Ristik kritikoi gjithashtu konceptin e ZSO-s duke e cilësuar si një temë të imponuar nga autoritetet në Beograd. Në fund ai theksoi se në periudhën e ardhshme do të punohet për forcimin e lidhjeve të diasporës serbe në SBA me serbët në rajon, si hap drejt konkretizimit të ndikimit të saj politik.